Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dje të thot, folën pak diçka për ezonin. Po se këna biti s'ket, inshallah këna me fol edhe pak. Ezoni, pro, i pas ka 15 fjallë. Me përjashtim të ezonit sabahit i ka 17. I ka një dëllafe pak ma tepër. E keni ngu krejt këtë e dini, dhe thot, dhe të thonë, Allahu Ekber, Eshhedu an la ilaha illallah, Eshhedu an la ilaha illallah, Eshhedu anna Muhammed Rasulullah, Eshhedu anna Muhammed Rasulullah, Hayla salah, Hayla salah, Hayla falah, Hayla falah. Në ezanin e sabahit shtohet es-salatu khairun minan naum. Es-salatu khairun minan naum. Masane Allahu Ekber, la ilaha illallah. Gjatë ezanit qëndrojmë në kamë. Dhe thot, nuk ban me thirë ezanin hunq. Skur do më ezina, ka mikrofonin, shtrinjet ati për së hunq të thirë ezan. Apo një ndrënosh? Ha? Ka ndrënosh? Dhe thot ezanin, kur ta thesh, do të me thirë në kamë. Edhe i drejtum ka kibja, jo me thirë hunq. Edhe pse si ka thirë asë njerë, po përja të rejk në vërejten. Sepse u rehet ullja gjatë thirjes e ezanit. Dhe thot ezanin, kur ta thesh, nuk përbaj ka me thirë hunqët. Me preashtim, nëzë e zdiston dë një penges. Dhe thot, me konë se ashtë i smutë. Ja edhe në koma, ja ku e dirë në shka, atërë për thot punët me thiraj edhe hunq, ama për të shka me thirë e zonë në koma. Na që taj shka pengojna e zonin, qysh duhet me ju përgjigj na? Dhe thot a i shka me thirë, kalaj për ta, po që taj dhe thot na, dhe thot i kemi disa obligime ndaj e zonit. E shto, po, me a përsërit, po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e regjistruar të Imam Buhariu që transmeton Ebu Said el-Khudri ka thonë: kur ta dëgjoni thirrjen për namaz, thoni ashtu siç thot muezini. Ha, sikur shka tha që ke beqa, pa. Mustafa, pa. Ashtë hadith. Dhe ki hadith e me nëse ashtë në përket librat e haditheve, edhe din ma dhe të voglit të mëj. Dhe thot që për të shka me përsërit kur thirë ezani. Duke u bazuar në këtë hadith, djetarët e mëdhebit Hanefi, ma në men, si pas mendimit të argumentit, se ka edhe mendim tjera, brenda këtij mëdhhebi janë të mendimit se heshtja gjatë këndimit e ezanit ka dispozitin e vajibit. Ha? Me thirë ezanin edhe i kametin që ka thamna, ashtë sunet. Ama me ngu nuk ka më sunet, ashtë vajib. Nisoj si selami, ku gjela është dikujna, i thu dikujna selamu alaikum, sunet e ki, ama mi akthi më selamin vajiba, dhe që pa tjetër mi akthi, abnërësh. Edhe që shtu, të thët me thirë ezanin edhe i kametin, ko ka sunet, ama me ndëgju vajib ko ka. Dhe thot do të me hesht edhe me ndëgjue edhe me përsërit që ta shka e thot muezin. Që nënkuptohet se nuk guxon të flitet as një fjalë tjetër, përveç se përsëritjes së fjalës së muezinit. Dhe thot, kur thirët e zoni, na e ke po gjithat kalabëll ke bojnë, gjithat muhabet, gjithat zhurë me bojnë. Ama në realitet, për deshka, a një sezoni, stop, s'ka muhabet, s'ka kur gjohë. Dhe thot do të me ngu e zonin se ki vajib me ngu e. Pra, është e preferuar që kur të filloj këndimi e zonit të ndërpritet edhe leximi i Kur'anit. Monument. Kjo është ma shumë për hoxhëllarë, se ju s'lexoni Kur'an, dhe thot para se me thirë e zonin. Zakonisht, na hoxhëllarë të kënojna, ama na edhe pse ngojna e zonin se në tërprejnë nga makabelin diqë. Ha? Gabim është kjo. Dhe thot, ja ka nisë me thirë zonin, po, atëre pra do të me ndërpri edhe
Kur'an. Edhe Kur'an koft, do thot do të më ndërprej. Për muhabet të qira s'po folim, po për Kur'anin po folim. Leximi i Kur'anit nëse është duke u lexuar e ngjashme veprohet edhe me format e tjera të dhikrit. Ose të bëjë dhikr, ose të bëjë një sen tjetër, e nalë më dhikr. E përsërit shka e zonin. Për shka? Për atë arsye se me ndëgju e zonin koka vajib. Kjo dispozit arsyetohet me faktin se e zoni është ibadet në kohë të caktuar. Dhe thot e zoni e ka kohën e vetë kërë të më thirë. Andaj nëse nuk përfilet në kohën e vetë, asaj i bie vlera. Dhe thot nëse nuk e mona parasysh e zonin që anë të thirë, atëre s'ka vlerë e zonin. A leximi i Kuranit është adhurim i cili s'ka kohë. A kemi qartë? Dhe thot ti mund është me na leximin e Kuranit, mase ne e vazhdon. Pse? Se leximi i Kuranit është pa kohë. A e zoni është me kohë. Edhe i menqëm ose e ka kuptue fikun kush qaj i cili kur thirë e zoni e nalë. Kuranin e ngon e mase e ti vazhdoj, sa dush me vazhdoj. Ama jo e zoni thirë ti së nalë shiqë. Dhe thët asë gabim kjo. Për ata syje pra do të me kuptu se kur ta nina e zoni do të me përsërit që ta shka e thot muezini. Por po në kofsh të lexu edhe Kur'an. E nalë Kur'anin, e atëherë e ngon e zonin. Për shka? Për atë arsye se Kur'ani është pa kohë. Kur dush mos me lexu. Ama e zoni është me kohë, e ka kohën e vet. Edhe dush me dhon vaktin. Ati li kulli dhi haqqahu. Secili e pja hakin e vet. E zoni çdo e ka hakin, do të më dhon hakin çdo e zonit. Nuk do të thotë më kon pja atë që ka sjell hakin. Dhe sevapi i tij mund të arrihet në çdo kohë. Do thotë sevapi i leximit të Kuranit mund të arrit kur të kish shef, ama e zonin, ja, do thotë do të veç çat vakt. Përderisa dispozita e dëgjimit e ezonit është vajib, si dhe preferohet ndërpritja e leximit të Kuranit. Do thotë për deshka menal leximin e Kuranit. S'ka dilemë se punët tjera siç janë muhabeti dhe fjalët e kota apo edhe përshëndetja mes veti, pa tjetër duhet ndërpret gjatë thirrjes së ezanit. Që ta ezani ato thirr, ti e të hinë xhami. Çka po të shkam me hesht? Jo, selam aleikum, ai më jes ka i amujtë gjatë që i muhabet zgjon. Ja, ato thirr ezan. Që ta e ki ibadet, vajib me paske me ngu ezan. Ti përshëndet masit soset e zonë, jo vaktin e zonit, por masit soset e zonë. Andaj, në kohën derisa thirret e zoni, nuk jepet selam. Nuk jepet selam. E as nuk përshëndetet. Por se secili që e ndëgjon e zonë detyrohet i përgjithjet thirrjes së muezinit. Do thotë e pasi për obligim me ngu e zonin edhe me përsërit që ata shkan të thonë muezinit. Nga ai që dëgjon ezanin kërkohet që t'ju përgjigjet fjalëve të muezinit duke përsëritur të njëjtat fjalë që i shqipton ai, vetëm se në thënien e muezinit hayya 'ala s-salah. Do thotë kur thot Allahu Akbar, e aty vetë thon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, e aty thuhet vetë ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, أتي أشهد أن محمد رسول الله بيتي حي على الصلاة أتي حي صلاتي مداش كما ثانشكا لا حول ولا قوة إلا بالله إديني كي بوبي برسريت بي كتا جانا që për me një dhonë rëndësi pak ma tepër kësaj punë. La hawle wa la quwwata illa billah. Masanena e kur thot hayya ala al-falah na thojnë apet nisoj la hawle wa la quwwata illa billah, ama koka ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Çka ka dashur Allahu është bon, dhe çka s'ka dashur sa bon. Do thotë hayya ala al-falah ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Do thotë që t'laf për të shka me thonë. Masanena, kur thotë e salatu khairu min e naum, sabah, shka për të shka me thonë, sadekte o barekte. E ke thonë të vërtetën, Allah do të bereqet, muezini ti thojna.
sadekte vë barakte. Edhe mas kësajna, çka do të më thonë? Do të më thonë duajen e ezanit. Për të cilën dua ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet. Këtë e kena ngulur një herë këtë dua, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammedin al-wasilata wal fadilata wa darajata al-fiha wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Që dua pra po deshka me kënue masi ta ngojna ezanin. Çka do të thonë? O Zot im, zotrues i kësaj thirrje të lartë, si dhe i këtij namazi që duam ta falim, të lutemi ty, që Muhammed a.s. t'i dhurosh virtytet dhe nderimet të larta dhe bëre që në botën tjetër të jetë në atë gradë që ti i ke premtuar. Vërtet ti nuk i ndërron premtimet. Çka i ka premtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Allahu dhul Jalal i ka premtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ka më konë në një xhenet, i cili xhenet e ka emrin Wasile. Edhe kjo është veç për një njeri. Për një. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bani dua që unë më konë çaj. E na pro kur e thina e zonin, bojna dua, e thojna o Zot, epja çata shka kemë premtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Epja vesilen e bëjnë. Ajo apëtan, epja vesilen se ti pra nuk i ndron premtimet. Allah e ku thot bëhet, çështë bëhet. S'ka edhe bëhet e zbëhet, po Allah e man fjalën. E inshallah Allahu Gjellal ja ban nasib pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çet vesile. Për shkak këta me thonë, kush e di? Kush e di ne ka 1 miliard në spok? Vlezër? Bravo. E këni spok, inshallah. Ka një spok e 1 miliard i tokë. 1 miliard në spok që është. Dhe thot, për me meritu ti wasil, a i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vesilën, për me meritu ti shefatin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dush me bon diçka për pejgamberin. E shka dush me bon që të lutje, a i kemi qarë, dhe thot do të mu luti për pejgamberin në islam. E ti kur të lutësh për pejgamberin në islam, edhe pejgamberin të lutës për ty. Ashtu që qaj njeri i cili e thot që do mas e zonit, e që ki e ka hak shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E meriton. Ajo, Allah, unë jam umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, për neve ka shefat. Pejgamberi ka me kështri krahin e gjatë, ka me nashtin neve këtë gjenet. Qëtaj, na mujna me ba filma sa dush një në qetëri, ta pëtën. Ama ja, mës t'i bojna filma, ta folna realitetin. Realiteti shka është, lojë me dhati, doajen, bandoa diha për pejgamberin në islam, që për me dasht me fitu ti ka shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, jena në shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për vlerën e kësaj duaje, Gjibrili radiallahu anhu transmeton hadithin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e thot këtë dua, pasi ta ketë dëgjuar ezanin, o Zoti im, zotërsues i kësaj thirrje të lartë, si dhe i këtij namazi që duam të falim e të lutem me ty që Muhamedi alayhis salam të dhurosh virtyte dhe nderime të larta, do thotë ki e ka përkthyer ndryshe ama bash esenca është do thotë se pejgamberi i meriton që ki vinin në xhenet, vësilja të larta dhe bëre që në botën tjetër të jetë në atë grad që ti i ke premtuar. A mërvesh, vërteti nuk e dërgon premtim. Ati i lejohet shefati im ditën e gjykimit. A për dëgjonin hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka vënë një fusnot. Fusnota e ka kallëzu që i hadith është në Buhari. Edhe hadithi që ka në Buhari, dhe thot janë këtë sahia, këtë hadithët sahia janë Buhari. Ashtu që nuk ka dyshim në forcën e këtij hadithi, që nëse don me fitu shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuje ezanin,
edhe mas e zonë, thuj që do, inshallah je për shefat gjive. Teksti i ikametit është i ngjashëm me tekstin e ezanit. Ikametit të cilën e bojna, është i ngjashëm. Te kush? Te mezhebi Hanefi. Ne e të folë për Hanefi. Pse? Se dikun çka ka për shembull veç hala salah, hala al-falah, qad qamet salatu, qad qamet salah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Do thotë ka një herë hala salah, hala al-falah. Ama të Hanefi janë njësoj si me ezanin. Do thotë si ezani, që ashtu është edhe ikameti, përveç se shtohet çka Allahu trujt shah. Do thotë veç shtohet qad qamet salah. Kur gjo ma tepër. Edhe për shembull Malak pa me sa që se pushton. Pushton, po. Edhe kur e bojna ikametin, ka dhe njëherë për shembull po bojna disa gabime, a përveç, po to ma tepër do të më folë me muezinin, apo tani, cili të thotë e thirë ikametin. Për shembull, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salati, hayya ala salah. A keni qartë? Hayya ala salati, hayya ala salah, hayya ala al-falahi, hayya ala al-falah. Masane, qad qameti salatu. Qad qameti salatu, qad qameti salah. Dhe thotë këto janë rasat në gjuhën arabe, apo këton, të cilat do të mi theksu. E zakonisht, ku e bojnë gabimin, qad qameti salati, qad qameti salah. Jo qad qameti salati, me i, jo po me u. Qad qameti salatu, qad qameti salah. Janë këto gjona të cilat do të mi ushtru pak ma tepër që për mos me bë gabim. Tash pra vjen të shartet e namazit. Kushti është ai nga i cili varet ekzistimi. Kushti shka koka? Apo shart, shka i thojnë, shartet të namazit. Dhe me ke e kije qëta, e kije qëta. Po se kije qëta, se kije qëta. Që kjo është sharti. A u kuptu? Sharti shka koka, me egzistimin e nisenit, egziston edhe që kjo. Po nëse nuk egziston kjo, se egziston nëse dyta. Për shemë, kije abdes, kije namaz. S'ki abdes, s'ki namaz. A kemi qartë? Dhe thot, sharti që kjo është. Dhe thot, e kije, ekziston, që ajo shka përdojnë me bo. Se kije, se ekziston. Kushti është nga i cili varet ekzistimi i të kushtëzuarit. Do të thotë se nëse s'ka kusht, s'ka as kushtëzuar. Kurse ekzistimi i ti nuk shpije në obligoshmërin e të kushtëzuarit. Staj kjo ka folë me gramatik, se do të me shkryt qtapin me reglë. Ama, çka do me thonë? Shartin. E ki shartin, nuk do me thonë se kia qetër të ka bon tjetë aman. Për shembull, ki abdes. Edhe nuk do me thonë ti si ke mor abdes, si ke falë namazin. Ashtë e qarë. Do thotë ti abdes ki, ama namazin si ke falë. Ama namazin nuk përlëcohet pa abdes. Do në me falë namaz, do që me pas abdes. S'ki abdes, nuk ki namaz. Ama me pasën abdes nuk do me thonë që i ke falë namazin. A jemi qarë. Do thotë vetë ekzistimi i kushtit nuk do thotë që të ka bëhe që ajo puna shka pëton ti me bëhe. Që ka është sharti. Kushti për dallim nga rukni është pjesë e jashtme e veprimit, si për shembull abdesti. Këto që ta i ka hi këto pa kusulifika të spjegue, s'po dojna me spjegu këto gjona për atë se janë trauna për neve. Po t'i folna këto pak ma tjetër. I cili është për namazin pa të nuk mund të falet namazin, por ekzistimi i abdesit nuk obligon faljen e namazit. Dhe ai është pjesë e jashtme e namazit. Sa i përket kushteve të namazit, më të cilat obligohet besimtari islam që t'i plotësoj para se të hyrë në namaz, sipas rregullit islam janë 6.
Qëta i shka përdojnë na me folë. A keni ngu për shembull për para shka ka thonë sen kushtet e muslimanit, apo shartet e muslimanit. Ha? A ka thonë që shartet e muslimanit sa janë 33. Ha? Se njerë kishin kap njanin, edhe kishtë thonë serve kushtet e muslimanit, për ishtë thonë 5. Atë bambu që tek e kapin këtë qitë. Serve 100. Atë apet që tek, brumbu. Thot pëse për pëmrejnë një qëtova ma shumë, jo apet pëmrejnë e kjo kështon. Kjo as njona as jetëra, do të marrë një thonë 33 ja për tërë. Të kushtet e muslimanit që ka i kina mësu të abdest 4. Masenena të guslit 3. Masenena i mësu të emumit, sejta 3. Që ta i kina mërin të abdesti. Në falit e namazit. Namazi pra i ka 12 kushte. 12. 6 jashta namazit, 6 mrena namaz. Qëtaj nëjtë të folë për senet që ka janë jashta namazit. Senet që ka halas janë kompletue namazit. Dhe thot dush mi ba hazët që të sene, po masene me njës namazit. Sukur për shembull, kur do me drejt bukën, atë që se e pas me në islam këtu. Dush me pas mili, dush me pas kripën, dush me pas ujin, fasacin, ujin, a këtën. Pa i pas këto, s'ka bukë. Kër t'i kish ketë këto, atëherë mas ne i përzin, edhe bënd buka, edhe e pjeke, kujdi në shka. Ama këto janë, dhe thot hala para se më bënd buka, dhe thot dush me pas. Ha? Edhe pak, edhe një atresat. Apo do më falë, do shpi plësu që të sene, kur ti plësush këtë sene, atëherë dhe thot namaz në ki të manë. I pari se në shka është pastërtia. Falem na për pastërtin këto, në fillim. Të pastërtia shka kuptohet, veti më thonë i pastërt, teshat, shka i kitë veshta, më thonë pastërta, edhe vejni ku falesh, më thonë pastërta. I kina folë këto. Kushti i dytë qka është? Kushti i dytë është abdesti. Dhe thot më koni pastër, pi gjënë blëgit, po edhe plus me pasën, abdest. A kemi qartë. Kushti i tretë qka? Mbulimi i avretit. Dhe thot, po dhe shka me mbluë do pjesë trupit. Mos më koni shplu. Po janë të falë terra, është nuk ka kur gjë heqë. Po edhe terë më konë, dush më koni mbluë. Kushti i katër shka? Koha e namazit. Dhe thot me hije koha. Kur të hinë koha, atëherë mund shme ka namazit. Kushti i pesë shka është? Na ka këthejme, që kiblën këkënë. Dhe thot, këtë njerëzit, ndu një shkanë, këthejnë ka kiblën. Veç ato shkanë të kiblën, janë në rëmullat. Se ka të sëtë lanë, e ka kiblën për para, e ka qabën për para, dhe thot me pa aji. Qabën. Dhe thot veç me pa qabën, ashtë i badet. A na këto kër të falmi, dhe thot do të pëkshirë poshtë, ama kër t'jesht në qabën, me këshirë qabën, ashtë i badet. E kemi qabën, se je për para qabës, nuk mund është më këti për masë. Edhe kushti i gjashtë shka është një jeti, me bo një jetë. Shka e të falë, a e të falë farz, a e të falë sunet, a e të falë nafile, a e të falë sabah, a e kindia, kujdi shka. Pse, për atë asyje se, shka e dallon për shembull sunetin e drekës pi sunetit i kindis. Veç njeti. Ose sunetin e drekës pi farzit drekës. Njeti. Ose farzin e drekës pi farzit i kindis. Ose t'jatsis. Njeti. Dhe thot, me njet veç dallohen këta. Ama gjanat qera këtë janë njësaj. Qëtaj ti spjegojna kështu kadër. E para, tahara. Më konë i pashtë. Ky kusht i namazit neve na jepet të kuptojmë se pastërtia nga gjunubluku dhe ndytësira qenka edhe kusht i namazit. Dhe thot, nuk mundesh më falë namaz nëse je gjunub, ose nëse je i papastërt. Për të falë namaz, pa tjetër duhet pasur
trupin, rrobat dhe vendin ku falemi të pastërt. Për pastërtim kemi fol më lartë, do thotë ato kaptinat e para. E dyta çka është el wudu, abdesti. Abdesti është kusht i namazit dhe pa të s'mund të falemi namaz. Kurse për abdest më hollësisht kemi folur më parë. Për abdestin kena folur çish mirë, çka mirë tek mirë. E çtaj po duhet me fol një meselë tjetër. Unë tash për shembull jam gjunub. Edhe ku hin kupatin jam lan. Edhe si të lana, a muj me fal namaz? Po muj me fal namaz. Do thotë si të lana, do thotë muj me fal namaz. Ama te gusli a falem një sen tjetër sunetet e guslit. Edhe tham që është sunet, edhe pse e bon pas me mor abdes. Sunet është, do thotë me mor abdes që masënej për me fal namaz. Do thotë ti mundesh veç më bon pas edhe pa mor abdes hiç më fal, ama ma shumë pranohet kur bonsh të miskret, edhe mas të mizlëkit do thotë e merr një abdes. Ose për para merr abdes, ose për mas do thotë merr abdes. I tretë, mbulimi i avretit, setru aure, e kam përmend Hoxhullah për para. Çtaj meselë do me kuptu mirë. Shprehja avret në terminologjinë e shariatit nënkupton obligueshmërinë e mbulimit të pjesëve të trupit të cilat ndalohen të shikohen. Do thotë i pasmi na do pjesë trupit, shka nuk ban më pa. Nuk ban me t'i pa të një kush tjetër. Mbulimi i këtyre pjesëve është obligim i përgjithshëm fetar, që nënkupton se mbulimi i tyre është obligim edhe jashtë namazit. Do thotë avreti është namaz, po edhe jashtë namazit. Kurse sa i përket mbulimit të avretit brenda namazit, ai është kusht i vlefshëm se namazi është nëse falet në errësirë. Argumenti se mbulimi i avretit është kusht i namazit ekziston në Kur'an dhe në Sunet në konsenzus. Demeke, piku e keni më qitë ju këtu? Këta e kena qitë, do thotë, për këtë meselë ka ajet kuranor, ka hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por krejt dietarët islam janë të këtij mendimit. Do thotë, na thamë se për me argumentu një sen, dush ja me Kur'an, ja me Sunet, ja me ijma, ja me kias. Apo i kujtohet kjo në fillim. Për shembull, Allahu në Kur'an ka thonë, ja beni Adem khudu zinatakum inda kulli masjid. Çka thotë o bita Ademit, bëni teshat e bukura për shkonin në xhamia. Ajet kuranor. Po masën ka hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argumenti për mbulimin e avretit nga suneti kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë oj Esma, i ka fol Esmës. Esmës çka ka pas? Ballësk. Apta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vërtet kur ti paraqiten gruas menstruacionet nuk lejohet të shihet nga ajo femër përveç kësaj e kësaj. I ka thonë pejgamberi islam, ballëskës vetë që e ka pas të vogël. A bërvesh, i ka thonë gruajës kur ti paraqiten, do thot për mëjorët, ma do të më mlu. S'ka drejt përveç se fytyrës edhe dorëve. Më pa. Mëresh, do thot këtë komplet trupi i femrës që e ka pra avret me plashtim fytyrës edhe dorëve edhe kamve pinë zog e të poshtë. Do thot këtë janë avret. Avreti i meshkujve është prej kërthizës e deri në gjunjë. Do thot mashkulli, po desh ka më koni blu prej në këthizë e të këtërti ku të guni. Kjo është avret. Më nuk banë mashkulli, me thonë, ajbe se mashkulli në të lami këtë bashkë. Pani se e mashkull, edhe të ki avretin tanë. Dhe thotë, dush, më koni mlu, jo, më la me kupachki, s'ku shka më la me na. E më la me kupachki, është tradit e komunizmit. Është tradit e qafirave, nuk ka tradit e musliman. Ama musliman, qysh është, edhe në hamam, kër kanë shku për para, qysh kanë shku? A këni shku dhe një në hamam, aja. Ti ke shku, dhe një kujshitra ka shku. Ku ti shprejnë në hamam, të e obe një peshkir. Për shka? Për mos më të po avreti. Për shka është kjo? Kjo është, dhe thot,
edhe në venin ku shkon ti mulo, do thot dush më kon i blu, nuk dush më kon i shplum. Do thot ti mundesh më kon i shplum veç kur ti je vet, ama kur ti je me xhamat dush më kon i blu. Çka më e keq për shembull, shkova një herë numre. Edhe tash u deshke mu vesh i hramat pi në aeroport për me shkue në Mekë. Edhe henëm na te vecet aeroportit, kur henëm u deshën ato kretë, veç në Kupaçki ato, shkani të këmo mërë t'i vesh i hramat të këta. Pas monësh kështu, apo këta. Dhe thot ti të shkue në qabe, dhe thot, nuk i ke mësu halom në selet e avretit. Për fat keq, e do të më mësu këtë gjona. Pse se... Ha? Po done që kanë desha, këtu në ma, nuk kanë veç do një avret, po të thot tërë të guni ashtë avreti. E këto punë do të më mësu na si musliman. Që tu mirët veç tama se ti sa e njef islamin së se njef. Dhe thot se s'pedit ti mas paren avreti. Se një tjesht. Ama do shme ditë se pin këtiz, tek të t'i ngu, i kje dhe thot ndalu me të kush me ta pa avretin tanë. Avreti i meshkujve është prej kërthizës e deri në gjunjë. A e kuptum? Që do të thotë se gjunjët janë avret. Do thotë guni është avret. Avreti i femrës është i tërë trupi me preashtim të ftyrës dhe duarve prej njëjeve të dorës. Do thotë njëja e dorës në është që kjo, i thotë njëja e dorës. A zogi i komës është, do thotë të zogi i komës. Çka është i obliguar për shembull kur dush me vesh mesë të bukon të blume te zogi i komës. Deri te zogi, ky është avreti i femrës për meshkuj e avreti i femrës për femrat tjera është sikur avreti i meshkujve. A kemi qartë ta? Dhe thot, nëse femnat me zveti janë me zveti, pa më pasu që janë në hamama ku e djune, ku shkojnë ato vetë, dhe thot avreti i tjene është sikur avreti i meshkujve për meshkuj. E avreti jonë shka ku ka, pinë këtiz, tërë të gojnë. Edhe femnat me zveti e pas kanë avretin, pinë këtiz, e tërë të gojnë. Mbulimi i pjesëve të turshme është kusht për të qenë i vlefshëm namazi. Dhe thot dush mi mlu pjesë të trupit, për më konë namazi i vlefshëm. Pa marrë parasysh se për çfarë gjymtyre bëhet fjalë, mashkulli apo femre. Në qoftë se gjatë faljes së namazit duket ma shumë se 1/4 e një pjesës që është avret dhe zgjat një kohë sa mund të kryhet një shtyllë e namazit dhe merr kohë sa të thuhet 3 herë subhanallah, namazi prisht. A pe kuptoni që të punë? Po du me spjegu këtë punë. Për shembull, verës, apo vinë do gjemë më falë me pantollet shkurta. Edhe qaj kur bjen për shembull tehjat, çka e bëhet? Ju shplohet guni. Nëse qitina kur i karon tehjat, ju shplohet guni, ma shumë se 3 herë të thonë subhanallah, 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 namazin e ka të prisht. A është e qartë. Dhe thot ti, do shpivesh pantollat, nërfun i gumë. Ama do shpibon plan që kur të bish në sejde që mos të shplu guni. Se nëse të shplohet guni, ma shumë se 3 herë të thonë subhanallah, 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 si pas mezhebit Hanefi, namazin e ki të prisht. A është e qartë kjo mesele? Dhe thot, do të bivesh pantollat pak më të gata. Ha? Po këty një që shka për i delin, ta shvele, shpina, kretë. Po, i del shpina, ju prishet namazin. Po të shka e masativit. Po njësë këtë ty të prishet namazin. Kamërë, Allah i në rujta për ta. Pa Allah i do të me pas parasysh se atë shku në namaz, do të mu vesh mirë, jo, në falë shpreje, më ju do ka vrejt. Po shkon në rukun sejde. E po shkon në rukun sejde, për që ta do thot njeri do të me ditë çka do të me blej. A është teshe muslimanit, apo nuk ka teshe muslimanit? Po. E për ata syje
do thot është shikimi ku të veni i sejdës. Të veni i sejdës ose të veni i durve varësisht se në cilën pozitë namazit jemi. Para mu po bjo. E di, po. E di, ama Allah e na falë ata. E për këtë arsye, do thot, duhet, a e kemi qartë, kur të hin njëri namaz me mlua vretin, që mos më bon sebeb mi aprish da nikujna namazin. Ha? Ose për shembull, do të ri për shembull, ka ardhur në xhami, Allah e shpërbleft, ama do të me ditë se çish do të me ardhur në xhami. Hamëresh. Na i kena këto do xhamati, ka njerë bojnë hajgare me zveti kur vinë, për shembull, paskalët me do në të shkuta këta. Kjo hajgare ka dhe pak një përnime ka këta. Dhe thot që do të me di se çish do të me ardhur në xhami. Koha e namazit, do thot kushti 4 çka ka, koha e namazit. Namazi është ibadet i cili patjetër duhet të kryhet në kohën e tij, të cilën e ka caktuar Allahu xhaleshanu. Do thot sabahin e pa në vaktin e sabahit, drekën vaktin e drekës, nikindin, se cila kohë e ka vaktin e vet. Falja e namazit në kohën e caktuar quhet qysh eda. Ha, eda. Ndërsa si ti ka përcen vakti, i thojnë kaza. Kurse falja e namazit pas kalimit të kohës quhet kaza. Për shembull, kazon ti e gjumi. Edhe dul gjumi mas sabahit. Qëta e mo, nuk e të falë vaktin e da, pa e të falë kaza. A i kemi qatë. Ose për shembull, ta kanë fut ti këtë infuzin, jo infuzin, po o pifkën, shka i thojnë, anestezionë. Edhe tash ti dul gjumi, ama kur dul gjumi, të ka përcije ti edhe dreka, edhe kindia, edhe akshami, edhe bjasia ka mërej. E qëtaj ti, dhe thot, të ka ardhmenja. Kur të ardhmenja, abe sajna qëtaj, o bjasia qëtaj. Po sa më kanë ka përcije më vakti, po dhe na vjen keq që më e ke posë racin shumë tronë, të ka përcije, dhe thot dreka, të ka përcije kindia, të ka përcije akshami, të ka përcije që ka një jaci. Atëherë ki e falë kaza drekën, e falë kaza i kindien, e falë kaza akshamin, edhe masën e falën jaci. A e kemi qënë, kaza. Nuk ashtë të thot edha, pa ashtë kaza. Personi i cili nuk falë namazin në kohën e vetë, pa arsyetim islam. Pa arsyetim. Jo vetëm që asnjëherë nuk mund të arrijë vlerën e tij, por ai konsiderohet edhe mëkatar. A e morë dëshet po? Po. Dhe me këti jetë luj shah. Ma shah top për një në shkapë këtë, vakti namazit për ka përcen, ti s'pe falë hiç vakti. E që i shka është? Gjënaçar është. Për shka? Se s'ky da një arsye. S'ka të vënu ti infuzi, e ja nuk bona as sudar, as nuk keve në luft, as s'pate dhe një kusht. Qefje të mund ti. E qëta e, Allahit një moft, inshallah, po ta di që i e gjënaçar. A me konë që kije da një kusht, ose da një arsye, atëre dhe thot e falë kaza. Edhe, për ata arsye pra, nëse të ka përcen vakti, mos kujto që ma e ki se vapin, sikur çka ke pas se vapin në vaktin e vetë. Dhe thot vaktin e vetë, dhe thot nuk i ki se vapin. Sepse ruajtja e kohës namazit është e obligueshme, farz. Dhe thot kohët e namazit janë farz. Paqare e ka për obligim muslimani me rujt këtë kohë. Sa Allahu Dhu Gjilal në Kur'an për thot, inna salate kanët alel mu'minine kitabe mawqut. Me të vërtetë thot namazi për besimtarin akanën e shkrytme, kohë e caktume. Edhe do të me rujt dhe thot qatë kohën që ka Allahu Dhu Gjilal në e ka dhanë. Koha është shkak për obligueshmërinë e kryerjes së namazit. Fillimi dhe përfundimi i kohëve të namazit është përcaktuar nga Allahu xhaleshanu. Në hadithin e transmetuar nga Ibn Abasi dhe Xhabiri thuhet se Gjibrili alayhis salam
për t'ia mësuar pejgamberit alayhis salam kohën e namazit, ishte bër imam i atij 2 ditë rresht. Do thot ka Xhibrili alayhis salam special, no? E i ka dalë pejgamberit alayhis salam imam. E i ka thonë, a peshe qëto anë fillim. A peshe qëto anë fillim. Masë në dytën e ditë, i ka thonë qëto anë mbarimi, qëto anë mbarimi, qëto anë mbarimi. 2 ditë me radhë, i ka zbrit Xhibrili Muhammedit sallallahu alaihi wasallam edhe ja ka kallëzue kohët e namazit. Në atë shtaj për shembull e kina falen i kindijën. Kina drejt me fal halo te disa mostir e zoni akşamit. Këtë kjo kohë është. Ma qëtë kohë kusha ka kallëzue pejgamberit alayhis salam? Xhibrili alayhis salam. Ose për shembull sabahin. Mundesh me fal si të bëti msaki tek ti sa mos del dilli. Sa i kjati, 1 saat e 45 minuta, ki drejt me falë. Ose drejkën, pisati në 2 maj tek një kindi, E Xhibrili i ka kallëzu pejgamberit alayhis salam kur është koha e parë edhe kur është koha e mramët. Hadithin do thot, e transmeton edhe Ibn Abbasi, pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kohët e namazit njihen me 5 gjëra që janë. Me anë të orës së saktë, e cila është e sistemuar për të përcaktuar sakt kohën. Na sot do thot mas shumë ti namazit i dina me kohë. E dyta me çka? Me zbardhjen e qiellit. Me kalimin e diellit nga zeniti dhe hiqja që lëviz pas zenitit, me përëndimin e diellit dhe me rësirën e qiellit. Do thot, qëto janë kohnat kur përcaktohet, do thot, falja e namazit. Ose ma mirë me thonë, sabahi falet kur para se me lin dielli. Dreka falet kur dielli është në zenit. Ikindia kur falet do thot kur bëhet hija sa 2 herë objekti. Do thot e kena që kjo është objekti, për shembull, hija ka ra që ka që 1 herë. Edhe 1 herë, 2 herë. Që do ka bërë hija? E që tila objekti. Atëherë do thot anë vakti ikindis, kur bëhet 2 hije, që kjo objekt. Akshami kur është, kur përëndon dielli. Jacia kur është, kur terra të bëhet. Ti shef yllëzit e parë, do thot në qiell, ose kur bëhet, do thot terë, që të re vakti i jacijës është. Me që na po e përfundojna dersën e sodit, inshallah nesër vazhdojna kur kena drejt me bashku namaz, kur nuk kena edhe gjana tjera. Zoti ju shpërbleft inshallah të gjithëve. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.